Gjithë qytetarët shqiptarë që sot kanë të drejtë vote. Sot votojnë, sot kanë drejtë vote, patjetër janë ata mbi 18 vjeç. Okej. Atëherë nuk ngelet gjë tjetër, vetëm t'ju falenderoj juve për angazhimin edhe për gjithë mundësinë që na jepni për t'u shprehur, por nga ana tjetër të bëj thirrje të gjithë shqiptarëve që shkojnë të votojnë, sepse në fund ditës indiferenca është vrasje e demokracisë, më ka thënë era, kështu që e vetmja mënyrë për ta shpëtuar sadopak të demokracisë të brisht është të shkojnë të votojnë dhe kush do ndryshimin, t'japi ndryshimin. Megjithatë, unë mendoj që sot më shumë nga të gjithë ne, nga familja jonë, takon Besarit për të folë, se Besari ka bërë dhe fushatën më të madhe, kështu që... Faleminderit shumë. Rreth parë ju falenderoj juve gazetarëve, sepse jeni ju që do e përcjellni gjithë informacionin sot te qytetarët, dhe për ju do jetë një ditë shumë e lodhshme. Edhe rreth dytë dhe më kryesorja, do kisha dëshirë t'ju bëja thirrje të gjithë qytetarëve që të dalin dhe të votojnë sot masivisht, në veçanti për të rinjt dhe të rejat, që këtë ditë votimi sot kemi mundësinë ta kthejmë në një ditë historike për Shqipërinë. Faleminderit. Ditë të bardhë dhe juve të gjithëve. Mirë, ky ishte mesazhi edhe i zonjës Kryemadhi, por më së shumti pra le të themi